Në dhjetor të vitit 2018, kur arkivistët amerikan hapën dosjen e vjetër të varrezave Ferncliff në New York, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte më. Një testament të shkruar me dorë nga Midhat Frashëri, i datuar tetor 1949, vetëm pak ditë para vdekjes së tij të papritur. Në atë dokument, me shkronja të qarta por të dridhuara, ai kishte lënë një amanet të vetëm, eshtrat e tij të ktheheshin në Shqipëri vetëm kur ajo të ishte vërtet e lirë. Jo e lirë nga pushtuesit e huaj. Jo e lirë formalisht. Por e lirë nga ata që e kishin dënuar me vdekje, që i kishin djegur librat, që i kishin shpallur armik të popullit. 69 vjet më vonë, në nëntor të vitit 2018, Qeveria e Republikës së Shqipërisë mori vendimin të sillte eshtrat e tij në atë. Ajo drejtohej nga Partia Socialiste, trashëgimtarja ligjore e asaj partie që e kishte përsekutuar Midhatin deri në vdekje. Por çfarë ndodhi me atë testament? Pse askush nuk foli për kushtin që ai kishte vënë? Dhe më e rëndësishmja, kush vendosi se Shqipëria e vitit 2018 ishte ajo Shqipëri e lirë që Midhati kishte ëndërruar? Kur Edi Rama, kryeministri socialist, doli para mikrofonëve në Akademinë e Shkencave më 14 nëntor të vitit 2018, ai mbante një fjalim të shkruar me kujdes. Fjalë për fjalë, ai e ndau Midhat Frashërin në 2 pjesë, si një kirurg që pret indin e shëndetshëm nga ai i sëmur. Nga njëra anë, ai e lartësoi Midhatin si gjuhëtar, si shkrimtar, si patriot që drejtoi Kongresin e Manastirit në 1908, ku u vendos alfabeti i gjuhës shqipe. Nga ana tjetër, me një ton të ftohtë dhe të matur, ai e dënoi zgjedhjen e tij politike, krijimin e ballit kombëtar në 1942. Ishte organizata nacionaliste dhe antikomuniste që luftoi kundër pushtuesve nazist, por edhe kundër partizanëve komunistë. Rama e quajti atë zgjedhje një gabim në anën e gabuar të historisë. Por si mund të ndante dikush jetën e një njeriu në pjesë të mira dhe të këqija, duke mbajtur vetëm ato që i shërbenin narracionit të tij politik? Si mund të sillte në atë dhe eshtrat e një njeriu që partia e tij e kishte quajtur kriminal për 50 vjet? Dhe pse pikërisht tani, në vitin 2018, kur zgjedhjet lokale po afroheshin dhe elektorati i djathtë ishte i zhgënjur nga udhëheqësit e vet? Në dhomën e vogël të hotelit Lexington në New York, në orët e para të mëngjesit të datës 3 tetor 1949, Midhat Frashëri u zgjua me një dhimbje të fortë në gjoks. Ai ishte vetëm. Bashkëshortja e tij kishte vdekur vite më parë, fëmijët e tij ishin shpërndarë nëpër botë dhe ai jetonte me një pension të vogël që ia jepte komuniteti shqiptaro-amerikan. Në tavolinën pranë shtratit kishte një grumbull letrash, draftet e një kushtetute për Shqipërinë e lirë. Ato lidheshin me një qeveri në mërgim që ai po përpiqej të krijonte me mbështetjen e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane dhe Shërbimit Sekret Britanik. Ai e dinte se Enver Hoxha e kishte shpallur armik të popullit, se agjentët e sigurimit të shtetit e ndiqnin edhe në Amerikë, se çdo ditë mund të ishte e fundit. Por ai nuk e kishte imagjinuar se fundi do të vinte kaq shpejt, kaq papritur, kaq pa zhurmë. Dhimbja u bë e padurueshme. Ai u përpoq të arrinte telefonin, por dora i rëshiti. Në atë moment, në atë dhomë të vogël hoteli, larg adheut që e kishte dëbuar, larg familjes që e kishte humbur, larg bibliotekës së tij me 40.000 vëllime që komunistët ia kishin sekuestruar, Midhat Frashëri vdiq. Vdiq i vetmuar, i varfër, i harruar nga bota. Por a vdiq vërtet nga një atak kardiak natyror? Apo diku, kishte vendosur që zëri i tij të heshte përgjithmonë? Në vitin 1944, kur partizanët komunistë hynë në Tiranë dhe shpallën fitoren, njëri nga urdhrat e parë të Enver Hoxhës ishte arresti i Midhat Frashërit. Por Midhati nuk ishte më atje. Ai kishte ikur natën e fundit të nëntorit, duke ditur se nëse mbetej, do të ekzekutohej pa gjyq. Bashkë me të, mijëra antar të ballit kombëtar, intelektual, oficer, priftërinj, tregtar, morën rrugën e mërgimit. Disa u kapën në kufi dhe u pushkatuan. Të tjerë arritën në Greqi, në Itali, në Amerikë, ku jetuan me shpresën se një ditë do të ktheheshin. Por ajo ditë nuk erdhi kurrë. Regjimi komunist i Enver Hoxhës u konsolidua, u bë një nga më të ashprit në Europë dhe çdo gjurmë e ballit kombëtar u fshi nga historia zyrtare. Librat e Midhat Frashërit u dogjën në sheshe publike. Emri i tij u ndalua të përmendej në shkolla. Biblioteka e tij personale ishte një pasuri e jashtëzakonshme me 40.000 vëllime në shqip, greqisht, turqisht, frëngjisht, italisht dhe anglisht.
Ai e kishte mbledhur gjatë gjithë jetës dhe e kishte lënë amanet për një institut albanologjik, por ajo u sekuestrua nga shteti. Sot, në vitin 2024, ajo bibliotek ende mbahet e sekuestruar nga shteti shqiptar. Askush nuk ka kërkuar falje. Askush nuk ka kthyer asnjë libër. Por në vitin 2018, qeveria socialiste vendosi të sillte eshtrat e Midhatit në Adhe, duke organizuar një ceremoni madhështore me flamuj, me orkestra ushtarake, me fjalime të gjata. Pse? Çfarë kishte ndryshuar? A ishte kjo një akt i vërtet pendimi historik? Apo diçka tjetër, diçka më e ftohtë, më e llogaritur, më cinik? Për të kuptuar përse Edi Rama mori këtë vendim, duhet të kthehemi në vitin 2017. Partia Demokratike e djathta shqiptare ishte në opozit dhe në krizë të thellë identiteti. Ajo kishte qeverisur Shqipërinë për 13 vjet në total. Fillimisht nga 1992 deri në 1997. Pastaj përsëri nga 2005 deri në 2013. Por nuk kishte bërë asgjë për të kthyer eshtrat e themeluesit të ballit kombëtar. Kjo ishte një plagë e hapur për elektoratin e djathtë, veçanërisht për të moshuarit, për fëmijët e të përndjekurve politik, për ata që kishin vuajtur në kampet e punës së detyruar të komunizmit. Ata pyesnin, si është e mundur që ne, që pretendojmë se jemi trashëgimtarët e vlerave antikomuniste, nuk kemi bërë asgjë për të nderuar heronjt tanë? Edi Rama, me instinktin e tij të mbret politik, pa këtë dobësi dhe vendosi ta shfrytëzonte. Ai nuk e bëri këtë sepse besonte në vlerat e ballit kombëtar. Ai e bëri sepse donte të tregonte se Partia Demokratike ishte hipokrite, se ajo kishte trajtuar trashëgimin e vet dhe se vetëm ai, Edi Rama, socialisti, kishte guximin të korrigjonte padrejtësitë e historisë. Ishte një lëvizje gjeniu në aspektin taktik. Por në aspektin moral, në aspektin human, çfarë mendonit ju nëse eshtrat e babait tuaj, të gjyshit tuaj, të heroit tuaj do të përdoreshin si vegël propagande nga pasardhësit e atyre që e kishin vrarë? Më 18 korrik të vitit 2018, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin. 3.239.400 lekë, rreth $30.000 amerikan, u akorduan nga buxheti i shtetit për zhvarrimin, transportin dhe ceremoninë shtetërore. Ishte një shumë e konsiderueshme për një vend si Shqipëria, ku pagat mesatare ishin ende të ulta, ku spitalet mungonin ilaçe, ku shkollat kishin nevojë për riparime. Por qeveria vendosi se kthimi i eshtrave të Midhat Frashërit ishte prioritet kombëtar. Në të njëjtën kohë, qeveria shpalli vitin 2018 si viti i Skënderbeut dhe e përfshiu këtë aktivitet si pjesë të festimeve. Ishte një manovër e zgjuar. Duke e lidhur Midhatin me Skënderbeun, heroin kombëtar që të gjithë shqiptarët e respektojnë, Rama po përpiqej të neutralizonte kritikat nga e majta e tij. Këto kritika vinin nga veteranët e luftës antifashiste nacional çlirimtare që e shihnin Midhatin si tradhtar. Por a ishte kjo e mjaftueshme? A mund të shliheshin plagët e historisë me një vendim qeverie dhe një ceremoni? Apo kjo ishte vetëm fillimi i një operacioni më të madh, më të errët, më të planifikuar me kujdes? Më 12 nëntor të vitit 2018, një grup zyrtarësh shqiptar të udhëhequr nga Uran Butka, historiani dhe drejtuesi i institutit Lumos Këndo, mbërritën në varrezat Ferncliff në New York. Ishte një mëngjes i ftohtë dhe i mjegull. Vari i Midhat Frashërit ishte një pllak e thjeshtë guri, pa ornamente, pa fotografi. Kishte vetëm emrin e tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes, 25 mars 1880, 3 tetor 1949. Për 69 vjet, ai kishte qëndruar atje, i harruar nga bota, i vizituar vetëm nga pak mërgimtar të moshuar që vinin një herë në vit për të ndezur një qiri. Tani, për herë të parë, shteti shqiptar po vinte ta merrte. Por kush ishte Uran Butka? Pse ai, një historian i njohur për qëndrimet e tij të djathta, po bashkëpunonte me qeverinë socialiste? Kjo ishte pyetja që shumë njerëz po bënin. Disa thonin se Butka kishte shitur idealin e tij për një moment lavdie. Të tjerë thonin se ai besonte se kjo ishte mënyra e vetme për të nderuar Midhatin, edhe nëse kjo do të thoshte të bashkëpunonte me kundërshtarët politik. Por kishte edhe një version tjetër, më të errët, se Butka ishte përdorur si fasadë, si një figurë e respektuar nga e djathta, për t'i dhënë legjitimitet një operacioni që në thelb ishte një vjedhje simbolike.
Sepse kur Rama do të dilte para kamerave dhe do të thoshte, edhe historianët e djathtë janë me ne në këtë nismë, ai do të kishte një argument të fuqishëm kundër kritikëve të tij. Zhvarrimi u bë në heshtje. Nuk kishte kamera televizive, nuk kishte gazetar. Vetëm disa zyrtarë, disa antar të komunitetit shqiptaro-amerikan dhe një prift ortodoks që lexoi një lutje të shkurtër. Kur arkivoli u ngrit nga toka, disa nga të moshuarit që ishin atje filluan të qajnë. Ata e kishin njohur Midhatin personalisht, kishin jetuar në mërgim bashkë me të, kishin dëgjuar historitë e tij për Shqipërinë që ai e kishte lënë pas. Tani, eshtrat e tij po ktheheshin në atë Shqipëri, por jo në atë Shqipëri që ai e kishte ëndërruar. Jo në një Shqipëri të lirë nga komunizmi, por në një Shqipëri të drejtuar nga pasardhësit e atyre që e kishin persekutuar. Një nga të moshuarit, një burr në të 90-tat, u afrua te Uran Butka dhe i tha me zë të ulët, a mendon se Midhati do ta kishte dashur këtë? A mendon se ai do të kishte pranuar që eshtrat e tij të përdoreshin nga ata që e quajtën kriminal? Butka nuk ju përgjigj. Ai vetëm shikoi poshtë, në arkivolin e mbuluar me flamurin kombëtar dhe heshti. Sepse çfarë mund të thoshte? Si mund të justifikonte një zgjedhje që vetë ai, në thellësi të zemrës së tij, e dinte se ishte e gabuar? 2 ditë më vonë, më 14 nëntor, arkivoli mbërriti në Tiranë. Aeroporti ishte i mbushur me zyrtar, me gazetar, me kamera televizive. Rama kishte organizuar një shfaqje madhështore. Arkivoli u transportua me një konvoj ushtarak deri në Akademinë e Shkencave, ku u vendos në një sallë të madhe për homazhe publike. Ironia ishte e padurueshme. Akademia e Shkencave ishte një institucion i krijuar në vitin 1972 nga regjimi komunist. Për 50 vjet ai institucion kishte botuar libra ku Midhat Frashëri quhej kriminal, fashist dhe tradhtar. Tani po e priste me nderime shtetërore. Në muret e asaj akademie, në bibliotekat e saj, ende ruhen librat ku Midhati shpifet, ku jeta e tij shtrembërohet, ku kontributi i tij për kombin mohohet. Por askush nuk foli për këtë. Askush nuk kërkoi falje. Në vend të kësaj, Rama doli para mikrofonëve dhe mbajti një fjalim të gjatë, plot me retorikë të lartë letrare. Ai foli për pajtimin kombëtar, për tejkalimin e ndarjeve të së kaluarës, për ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët. Por çfarë pajtimi mund të ketë kur njëra palë nuk ka kërkuar falje? Çfarë tejkalimi mund të ketë kur padrejtësitë e së kaluarës ende vazhdojnë? Çfarë e ardhmeje mund të ndërtohet mbi gënjeshtra dhe manipulime? Në sallën e akademisë, mes qindra njerëzve që kishin ardhur për të dhënë homazhe, kishte edhe veteran të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Ata ishin të vjetër, me medalje në gjoks, me fytyra të rrudhura nga koha dhe nga kujtimet e luftës. Disa prej tyre kishin luftuar kundër ballit kombëtar në vitet e 40. Ata e shihnin Midhat Frashërin si armik, si kolaboracionist me nazistët, si tradhtar të kombit. Kur Rama filloi të fliste për Midhatin si patriot, disa prej tyre u ngritën dhe dolën nga salla. Ishte një protestë e heshtur, por e fuqishme. Më vonë, organizatat e veteranëve botuan deklarata të ashpra, duke e quajtur Ramën tradhtar të gjakut të dëshmorëve. Por Rama nuk u trond. Ai e kishte parashikuar këtë reagim dhe kishte përgatitur përgjigjen e tij. Në fjalimin e tij, ai e kishte dënuar zgjedhjen politike të Midhatit, duke thënë se ai kishte gabuar kur krijoi ballin kombëtar. Kështu, Rama po luante në 2 porta, nga njëra anë po qetësonte veteranët duke u thënë se Midhati kishte gabuar, nga ana tjetër po joshte të djathtën duke i sjellë eshtrat e herojt të tyre. Ishte një ekuilibër i hollë, i rrezikshëm, por që në atë moment dukej se po funksiononte. Por për sa kohë? Dhe me çfarë çmimi? Në fund të ceremonisë, arkivoli u transportua në parkun e liçenit artificial, ku u varros pranë vëllezërve Frashëri, Abdylit, Naimit, Samiut. Ishte një vend i bukur, i qetë, me pemë të larta dhe një pamje nga liçeni. Por edhe atje, ironia vazhdonte. Abdyl Frashëri, babai i Midhatit, kishte qenë një nga themeluesit e lidhjes shqiptare të Prizrenit, një lëvizje nacionaliste që luftoi kundër perandorisë osmane. Naim Frashëri ishte poeti kombëtar, zëri i rilindjes. Sami Frashëri ishte mendimtari, filozofi, shkrimtari që frymëzoi breza të tërë. Të tre ishin figura të respektuara nga të gjithë shqiptarët, pavarësisht nga bindjet politike. Por Midhati ishte i ndryshëm. Ai kishte bërë një zgjedhje politike që e kishte ndarë kombin.
Dhe tani, duke e varrosur pranë vëllezërve të tij, Rama po përpiqej të thoshte, edhe Midhati është si ta, edhe ai meriton respekt. Por a ishte kjo e vërtetë? A mund të fshieshin ndarjet e thella politike me një ceremoni varrimi? Apo kjo ishte vetëm një iluzion, një teatër i mirë organizuar që do të shpërbëhej sapo kurtina të binte? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, të fshehura në një dollap të vjetër metalik me numrin 15, ekziston një dosje me kodin FRMF 1949. Ajo u zbulua aksidentalisht në vitin 2017, kur një arkivist i ri po katalogonte dokumente të deklasifikuara. Brenda saj, raporte mjekësore të Midhat Frashërit nga vitet e fundit të jetës, të shkruara nga një mjek shqiptar në New York që bashkëpunonte me sigurimin e shtetit. Raporti mbante datën 28 shtator 1949, vetëm 5 ditë para vdekjes së Midhatit. Në të, mjeku shkruante, pacienti shfaq simptoma të paqarta, djersitje të forta natën, të vjella të përsëritura, dhimbje abdominale. Këto simptoma nuk përputhen me diagnozën e mëparshme të problemeve kardiovaskulare. Rekomandoj analizë toksikologjike urgjente. Por ajo analizë nuk u bë kurrë. 5 ditë më vonë, Midhat Frashëri ishte i vdekur dhe certifikata e vdekjes thoshte vetëm, atak kardiak. Askush nuk pyeti pse një njeri me simptoma helmimi vdiq pa pritur nga zemra. Askush nuk hetoi pse raporti mjekësor u fshi nga dosja zyrtare amerikane. Dhe më e rëndësishmja, askush nuk pyeti pse ky dokument, që duhej të ishte në arkivat amerikane, gjendej në dollapet e sigurimit të shtetit shqiptar. Kush e kishte sjellë atje? Kush e kishte lexuar? Dhe çfarë kishin vendosur ata në ato dhoma të errëta të pushtetit kur e lexuan? Në vitin 2018, kur qeveria Rama vendosi të sillte eshtrat e Midhatit, ajo dosje ende ishte e klasifikuar. Askush nga ekipi i Uran Butkës nuk pati akses në të. Askush nga gazetarët që mbuluan ceremoninë nuk e dinte për ekzistencën e saj. Vetëm një rreth i ngushtë njerëzish brenda strukturave të vjetra të inteligjencës e dinin se çfarë fshihej në atë dollap metalik. Dhe ata zgjodhen heshtjen. Sepse nëse ajo dosje do të bëhej publike, shqiptarët do të mësonin se Midhat Frashëri ndoshta nuk vdiq nga një atak kardiak natyror. Do të mësonin se ai u helmua nga agent të regjimit, ndërsa pasardhësit e tyre tani po organizonin ceremoninë e tij të varrimit. Çfarë do të ndodhte? Si do të reagonte opinioni publik? Si do të justifikojë Edi Rama? Prandaj, dosja mbeti e mbyllur. Dhe Midhati u varros për herë të dytë, jo vetëm fizikisht, por edhe në të vërtetën e tij. Por kishte dikush që e dinte. Një grua e vjetër në të 80-tat e saj që jetonte në një apartament të vogël në Bronx, New York. Emri i saj ishte Victoria dhe ajo kishte qenë infermierja personale e Midhat Frashërit në muajt e fundit të jetës së tij. Ajo nuk kishte folur kurrë publikisht për atë që kishte parë, sepse kishte frikë. Frikë nga njerëzit që e kishin kërcënuar në vitin 1949, duke i thënë se nëse do të fliste, familja e saj në Shqipëri do të vuante. Por në vitin 2018, kur ajo pa në televizion ceremoninë e varrimit të Midhatit, diçka u thye brenda saj. Ajo thiri një gazetar shqiptaro-amerikan dhe i tha, dua të flas. Para se të vdes, dua që njerëzit të dinë të vërtetën. Ajo rrëfeu se në javët e fundit, Midhati kishte filluar të merrte vizita të çuditshme. Burra që vinin vonë natën, që nuk jepnin emra, që flisnin me të në gjuhë të koduara. Njëri prej tyre, një burr i shkurtër me mustaqe të zeza, kishte ardhur 3 herë. Herën e fundit, ai kishte sjellë një shishe konjak si dhuratë. Midhati e piu atë konjak atë mbrëmje. Të nesërmen në mëngjes filluan simptomat. Unë i thash që të shkonte në spital, tha Victoria, zëri i saj duke u thyer. Por ai refuzoi. Ai tha se e dinte se çfarë po ndodhte dhe se nuk kishte kuptim të luftonte. Ai tha, ata më kanë gjetur. Më në fund, më kanë gjetur. 5 ditë më vonë, ai ishte i vdekur. Kur ky rrëfim u botua në një gazetë të vogël shqiptaro-amerikane, ai u injorua plotësisht nga media shqiptare. Asnjë televizion nuk e ftoi Viktorin për intervistë. Asnjë gazetar investigativ nuk shkoi ta takonte. Qeveria Rama nuk komentoi. Dhe kur një deputet i opozitës e ngriu çështjen në kuvend duke kërkuar hapjen e dosjeve të sigurimit të shtetit për rastin Frashëri, ai u akuzua për përpjekje për të politizuar një moment pajtimi kombëtar.
Dosja mbeti e mbyllur. Viktoria vdiq 6 muaj më vonë, në qershor të vitit 2019, pa e parë kur të vërtetën të dalë në dritë. Por pyetja mbeti, nëse Midhat Frashëri u helmua, nëse ai u vra nga agent të regjimit komunist, atëherë çfarë ishte ceremonia e vitit 2018? Një nderim? Apo një mbulim i fundit, një varrim i dytë, jo vetëm i eshtrave, por edhe i së vërtetës? Në shtëpinë e Midhat Frashërit në Tiranë, ajo që sot është një muze i vogël në rrugën Abdyl Frashëri, ka një dhomë që vizitorët rrallë e shohin. Ajo quhet dhoma e bibliotekës së humbur. Në muret e saj janë varur fotografi të vjetra, të zverdura nga koha, që tregojnë rafte plot me libra. 40.000 vëllime, të mbledhura gjatë një jete të tërë. Libra në shqip, greqisht, turqisht, frëngjisht, italisht, anglisht, arabisht. Vepra të rralla, dorëshkrime të lashta, përkthime të para. Ishte një nga bibliotekat private më të pasura në Ballkan. Midhati e kishte lënë amanet në testamentin e tij. Ajo bibliotek duhej të përdorej për krijimin e një instituti albanologjik. Ai do të ishte një qendër kërkimore, ku studiuesit nga e gjithë bota do të vinin për të studiuar historinë, gjuhën dhe kulturën shqiptare. Por në nëntor të vitit 1944, kur partizanët komunistë hynë në shtëpinë e tij, ata e sekuestruan atë bibliotekë. Disa libra u dogjën në sheshe publike, si literaturë reaksionare. Të tjerët u shpërndan në biblioteka shtetërore, pa asnjë shenjë se kishin qenë pronë e Midhat Frashërit. Sot, në vitin 2024, shteti shqiptar ende mban të sekuestruar atë bibliotekë. Askush nuk ka kërkuar falje. Askush nuk ka kthyer asnjë libër. Por në vitin 2018, kur Edi Rama organizoi ceremoninë e varrimit të Midhatit, ai nuk foli asnjë fjalë për bibliotekën. Në fjalimin e tij të gjatë, plot me retorik për pajtimin kombëtar dhe respektimin e historisë, ai nuk e përmendi këtë asnjëherë. Nuk përmendi se shteti që ai drejtonte ende mbante të vjedhur trashëgimin intelektuale të njeriut që ponderonte. Kjo ishte hipokrazia më e madhe e gjithë operacionit. Sepse si mund të nderosh dikë duke mbajtur eshtrat e tij, por duke vjedhur shpirtin e tij? Si mund të flasësh për respekt, kur vazhdon të mbash të sekuestruar atë që ai e çmonte më shumë se jetën e tij? Biblioteka e Midhat Frashërit nuk ishte thjesht një koleksion librash. Ajo ishte jeta e tij, pasioni i tij, trashëgimia e tij për brezat e ardhshëm. Dhe duke e mbajtur të sekuestruar, shteti shqiptar po thoshte, ne marrim atë që na shërben dhe hedhim atë që nuk na shërben. Në dhomën e vogël të muzeut, një grua e vjetër, në të 70-tat e saj, rinte ulur në një karrige druri dhe shikonte fotografitë e bibliotekës. Emri i saj ishte Fatime, dhe ajo kishte qenë shërbëtorja e familjes Frashëri në vitet e 40. Ajo kishte parë me sytë e saj kur partizanët hynë në shtëpi, kur filluan të hedhin librat nga raftet, kur i mblodhen në çanta dhe i çuan me kamion. Ata qeshnin, tha ajo, zëri i saj i ulët dhe i thyer. Ata thonin, këto janë librat e një tradhtari, nuk kanë vlerë. Por unë e dija se ata gënjente. Unë e dija se ato libra ishin thesare. Dhe unë e dija se një ditë dikush do të pendohej për atë që bën. Por a erdhi ajo ditë? A pendohet dikush? Në vitin 2018, kur Edi Rama organizoi ceremoninë, Fatime shpresonte se ai do të shpallte kthimin e bibliotekës. Ajo shpresonte se ai do të thoshte, sot, ne nuk po kthejmë vetëm eshtrat e Midhat Frashërit, por edhe trashëgimin e tij intelektuale. Por ai nuk e tha. Dhe Fatime, duke ulur kokën, kuptoi se asgjë nuk kishte ndryshuar. Eshtrat ishin kthyer, por shpirti ende mbahej rob. Në vitin 2019, një vit pas ceremonisë së varrimit, një grup studiuesish shqiptar dhe të huaj shkruan një letër të hapur drejtuar qeverisë Rama. Në të, ata kërkonin hapjen e një komisioni për identifikimin dhe kthimin e bibliotekës së Midhat Frashërit. Letra u nënshkrua nga 130 intelektual, përfshirë profesor universitet, shkrimtar, historian, arkivist. Ajo u botua në gazeta, u diskutua në media, u përhap në rrjetet sociale. Por qeveria nuk ju përgjigj. Asnjë ministër nuk komentoi. Asnjë zyrtar nuk dha një shpjegim. Letra u harrua, ashtu si ishin harruar mijëra letra të tjera që kërkonin drejtësi për të kaluarën. Dhe biblioteka e Midhat Frashërit mbeti e sekuestruar, e shpërndar, e humbur në labirintet e institucioneve shtetërore, ku askush nuk e kërkon dhe askush nuk e gjen. Kjo është çmimi i pajtimit në Shqipëri, ne marrim simbolet, por jo përgjegjësinë.
Ne marrim eshtrat, por jo të vërtetën. Ne marrim lavdin, por jo barën. Në mbrëmjen e 14 nëntorit 2018, pas ceremonisë së varrimit, Edi Rama organizoi një darkë private në një restorant të mbyllur në qendër të Tiranës. Ishin ftuar vetëm njerëz të zgjedhur, disa ministra, disa ambasador, disa intelektual të njohur dhe Uran Butka, historiani që kishte udhëhequr operacionin e kthimit të eshtrave. Atmosfera ishte e relaksuar, pothuajse festive. Rama ishte në humor të mirë, duke treguar anekdota, duke pirë verë, duke qeshur me zë të larë. Në një moment, ai u ngrit dhe mbajti një toast, për Midhat Frashërin, tha ai, duke ngritur gotën. Një njeri që gaboi politikisht, por që do të mbetet në historinë e kombit si një gjuhëtar dhe patriot. Të gjithë pritën gotat dhe pinë. Por Uran Butka nuk e preku gotën e tij. Ai rinte ulur, me kokën ulur, duke shikuar tavolinën. Një nga të ftuarit, një ambasador i huaj, e vuri re dhe i tha me zë të ulët, "A jeni mirë, zoti Butka?" Butka e ngriti kokën ngadalë dhe tha, "Jo. Nuk jam mirë. Sepse unë sapo kuptova se kam bërë një gabim të madh." Ato fjalë ranë si një gur në ujë të qetë. Dhoma u bë e heshtur. Rama e shikoi Butkën me një shprehje të ftohtë, të llogaritur. "Çfarë gabimi?" pyeti ai, zëri i tij ende i qetë, por me një ton kërcënues. Butka mori frym thellë dhe tha, "Unë mendova se duke sjell eshtrat e Midhatit, ne po bënim drejtësi. Por tani kuptoj se ne thjesht po i përdorim ato për qëllime politike. Ju nuk e nderoni Midhatin. Ju po e shfrytëzoni atë." Rama nuk ju përgjigj menjëherë. Ai e shikoi Butkën për disa sekonda, pastaj buzëqeshi, një buzëqeshje të ftohtë, të llogaritur. "Zoti Butka," tha ai, "ju jeni një historian i mirë, por një politik i dobët. Në politik, çdo gjë është shfrytëzim. Çdo simbol, çdo hero, çdo kujt. Nëse ju nuk e kuptoni këtë, atëherë ju jeni në vendin e gabuar." Pastaj ai u kthye te të tjerët dhe vazhdoi darkën, sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por Butka nuk hëngri më. Ai u ngrit, u falënderua për ftesën dhe doli nga restoranti. Ai nuk foli më kurrë publikisht për atë darkë. Por ata që e njohin thonë se ai nuk fle dot natën që atëherë. Në javët pas ceremonisë, Partia Demokratike e djathta shqiptare u gjend në një pozitë të vështirë. Ajo nuk kishte marrë pjesë në ceremoninë e organizuar nga Rama, duke e konsideruar atë si një shfaqje propagandistike. Por duke mos marrë pjesë, ajo u duk sikur po bojkotonte heroin e vet. Elektorati i djathtë ishte i ndarë, disa e kritikuan Partinë Demokratike për mungesën e saj, duke thënë se ajo kishte humbur një mundësi për të nderuar Midhatin. Të tjerë e mbështetën vendimin, duke thënë se nuk duhej të jepnin legjitimitet një operacioni të Ramës. Por pavarësisht nga ndarjet, një gjë ishte e qartë, Rama kishte fituar. Ai kishte arritur të tregonte se Partia Demokratike ishte hipokrite, se ajo kishte trajtuar trashëgimin e vet dhe se vetëm ai kishte guximin të korrigjonte padrejtësitë e historisë. Ishte një fitore taktike e shkëlqyer. Por në aspektin moral, në aspektin human, çfarë kishte fituar vërtet Shqipëria? Në muajt pas ceremonisë, disa gazetarë investigativ filluan të bënin pyetje. Ata kërkuan të shihnin dokumentet e shpenzimeve për operacionin. Ata kërkuan të dinin se kush kishte marrë vendimin për të mos hapur dosjet e sigurimit të shtetit. Ata kërkuan të dinin pse biblioteka e Midhatit nuk ishte kthyer. Por çdo herë që ata bënin një pyetje, ata përballeshin me mure. Ministria e Kulturës nuk ju përgjigj kërkesave të tyre për informacion. Ministria e Brendshme tha se dosjet ishin të klasifikuara për arsye të sigurisë kombëtare. Kryeministria tha se çështja e bibliotekës ishte komplekse dhe kërkonte kohë për t'u zgjidhur. Në të vërtetë, asgjë nuk po zgjidhej. Asgjë nuk po ndryshonte. Operacioni Lumos Skëndo kishte përfunduar, eshtrat ishin varrosur, ceremonia ishte mbyllur dhe tani qeveria po kalonte në çështje të tjera. Por pyetjet mbetën. Dhe ato pyetje, të pambyllura, të pashpjeguara, vazhdojnë të mundojnë ndërgjegjen e atyre që dinë të vërtetën. A ishte Midhat Frashëri vërtet i lirë, kur eshtrat e tij u kthyen në Shqipëri? A ishte Shqipëria vërtet e lirë, kur ajo ende mban të sekuestruar trashëgimin e tij? A mund të ketë pajtim pa të vërtetë? A mund të ketë nderim pa drejtësi? Këto janë pyetjet që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes.
Sepse nëse ne lejojmë që eshtrat e heronjve tanë të përdoren si vegla propagande, ne lejojmë edhe diçka tjetër. Lejojmë që e kaluara jon të manipulohet për qëllime politike dhe që e vërteta të varroset bashkë me të vdekurit. Atëherë, çfarë lloj kombi jemi ne? Çfarë lloj ardhmeje po ndërtojmë? Dhe kur ne vetë do të vdesim, si do të na kujtojnë brezat e ardhshëm? Si njerëz që kërkuan të vërtetën? Apo si njerëz që zgjodhen heshtjen? Në arkivat e Ministrisë së Shëndetësisë, të fshehura në një raft të vjetër druri me numrin 73, ekziston një listë farmaceutike e koduar me shkronjat MF, Med, 1948. Ajo u zbulua në vitin 2007, gjatë një inventarizimi rutin, por u rivendos menjëherë në arkiv pa u deklasifikuar. Brenda saj, një listë e detajuar e barnave të porositura për Midhat Frashërin nga Ministria e Shëndetësisë në vitet 1941 deri në 1944. Morfina në doza të larta. Digitalina për zemrën. Barbituratet për gjumin. Por edhe diçka tjetër, diçka që nuk përputhet me asnjë diagnozë zyrtare, atropina, një antidot për helmime me fosfor organik. Pse një njeri që zyrtarisht vuante nga probleme kardiovaskulare kishte nevojë për antidot helmimi? Kush e dinte se ai po helmohej ngadalë? Dhe më e rëndësishmja, kush e lejoi që ky proces të vazhdonte ditë pas dite, muaj pas muaji, derisa trupi i tij u konsum plotësisht? Në fotografitë e Midhat Frashërit nga vitet e para të ballit kombëtar, në 1942, ai duket si një burr në fuqinë e plotë të jetës. 62 vjeç, por me shpinë të drejtë, me sy të ndritshëm, me lëkurë të shëndetshme. Por në fotografitë e vitit 1944, vetëm 2 vjet më vonë, ai duket si një hije e vetes së tij. Fytyra e tij është e verdhë, pothuajse e gjelbër. Syt janë të fundosur thellë në zgavra. Duart dridhen kur mban penën. Flokët që ishin të zinj, tani janë plotësisht të bardhë. Mjekët që e shqyrtuan atë në atë kohë shkruan në raportet e tyre, pacienti shfaq shenja të plakjes së përshpejtuar. Humbje peshe 30 kg në 16 muaj. Insomnia kronike. Djersitje natën. Të vjella të përsëritura. Por askush nuk pyeti, çfarë po i ndodhte këtij burri? Çfarë po e konsumonte nga brenda? A ishte thjesht stresi i luftës? Apo diçka më e errët, më e planifikuar, më e ngadalë? Në vitin 2018, kur Edi Rama organizoi ceremoninë e varrimit, ai nuk foli asnjë fjalë për shëndetin e Midhatit. Ai nuk përmendi se si trupi i tij u shkatërrua në vitet e fundit. Ai nuk pyeti pse një njeri që në 1940 ishte në shëndet të plotë, në 1944 ishte një rënoj njerëzore. Sepse nëse ai do të kishte bërë këto pyetje, nëse ai do të kishte hapur ato dosje mjekësore, atëherë do të duhej të përballej me një të vërtetë të tmerrshme. Midhat Frashëri ndoshta nuk vdiq nga një atak kardiak natyror në 1949. Ndoshta ai vdiq nga një proces i gjatë helmimi që filloi vite më parë, kur ai ende ishte në Shqipëri dhe ishte në mbikëqyrjen e atyre që më vonë do ta dënonin me vdekje. Kjo e vërtet do ta shkatëronte të gjithë narracionin e ceremonisë. Kjo e vërtet do të tregonte se shteti që tani po nderonte Midhatin ishte i njëjti shtet që e kishte vrarë atë. Prandaj dosjet mbetën të mbyllura. Dhe trupi i Midhatit, edhe në vdekje, mbeti një sekret. Në dhomën e vogël të hotelit Lexington, në orët e fundit të jetës së tij, Midhati shkroi një letër. Ajo nuk u gjet kurrë zyrtarisht, por një kopje e saj, e bërë nga Victoria, infermierja e tij, u ruajt në një zarf të vulosur për 69 vjet. Në vitin 2018, pas vdekjes së Viktorisë, vajza e saj e dërgoi atë letër në redaksinë e një gazete shqiptaro-amerikane. Letra ishte e shkurtër, vetëm 5 paragrafe, por çdo fjalë ishte e rëndë si plumë. Unë e di se po vdes, shkruante Midhati. Unë e di se ata më kanë gjetur. Por nuk kam frikë nga vdekja. Kam frikë nga harrimi. Kam frikë se pas meje, e vërteta do të varroset bashkë me mua. Kam frikë se brezat e ardhshëm nuk do të dinë kurrë se çfarë ndodhi vërtet në ato vite. Prandaj, po shkruaj këtë letër. Jo për mua, por për historinë. Letra përfundonte me një lutje, nëse dikush e lexon këtë, ju lutem, mos më harroni. Jo si hero. Jo si tradhtar. Por si një njeri që deshi atdheun e tij më shumë se jetën e tij. Kur ajo letër u botua, ajo shkaktoi një valë të shkurtër reagimesh.
Disa e quajtën autentike. Të tjerë e quajtën falsifikim. Qeveria Rama nuk komentoi. Por në rrjetet sociale, mijëra shqiptar, veçanërisht të rinj, filluan të bënin pyetje. Ata filluan të kërkojnë dokumente. Ata filluan të kërkojnë të vërtetën. Dhe për një moment dukej sikur diçka po ndryshonte. Por pastaj, ngadalë, valët u qetësuan. Gazetat kaluan në lajme të tjera. Televizionet ndaluan së foluri për Midhatin. Dhe letra, si aq shumë dokumente të tjera që kërkojnë drejtësi, u harrua. Por pyetja mbeti, nëse Midhati e dinte se po vdiste, nëse ai e dinte se kush po e vriste, pse ai nuk luftoi? Pse ai nuk denoncoi? Apo ndoshta ai e bëri, por zëri i tij u mbyt, ashtu si janë mbytur aq shumë zëra të tjerë në historinë e këtij kombi? Në vitin 1944, kur Midhat Frashëri mori vendimin të largohej nga Shqipëria, ai e dinte se nuk do të kthehej kurrë. Ai e dinte se duke ikur, ai po linte pas jo vetëm shtëpinë e tij, familjen e tij, bibliotekën e tij, por edhe çdo shpresë për të parë përsëri tokën që e kishte lindur. Në natën e fundit, para se të kalonte kufirin, ai u kthye dhe shikoi nga Tirana. Qyteti ishte i errët, pa drita, i mbuluar nga tymi i luftës. Ai qëndroi atje për disa minuta, duke qarë në heshtje, duke ditur se kjo ishte hera e fundit që ai po e shihte atë e tij. Pastaj u kthye dhe filloi të ecte. Por ai nuk ishte vetëm. Bashkë me të ishin qindra të tjerë, burra, gra, fëmijë, pleq, të gjithë duke ikur nga e njëjta frikë, nga e njëjta kanosje. Ata ecnin në heshtje, në përmale, në përpyje, duke u fshehur nga patrullat partizane që i gjuanin. Disa u kapën dhe u pushkatuan në vend. Të tjerët arritën në Greqi, ku u vendosën në kampe refugjatësh, ku jetuan në çadra, ku hëngrën bukë të thatë dhe pinë ujë të ndotur. Dhe aty, në ato kampe, Midhati filloi të kuptonte se ai kishte humbur jo vetëm atë dheun, por edhe veten. Në arkivat e Kombeve të Bashkuara, në dosjen e refugjatëve shqiptar të vitit 1945, ekziston një raport i shkruar nga një punonjës social britanik që vizitoi kampin ku qëndronte Midhati. Raporti thot, Zoti Frashëri është një burr i thyrë. Ai nuk flet shumë. Ai kalon ditët duke lexuar libra të vjetër që ka sjell me vete dhe duke shkruar letra që nuk i dërgon kurrë. Kur e pyeta se çfarë po shkruante, ai më tha, po shkruaj historinë e një kombi që nuk ekziston më. Kur e pyeta se çfarë donte të thoshte, ai nuk ju përgjigj. Ai vetëm shikoi larg nga malet e Shqipërisë që dukeshin në horizont dhe tha, ata e vran atë tim. Dhe tani po më vrasin edhe mua. Ky raport nuk u botua kurrë. Ai mbeti i fshehur në arkivat e Kombeve të Bashkuara për 79 vjet. Por ai tregon diçka që shumë njerëz nuk e dinë, se Midhat Frashëri nuk vdiq në 1949. Ai vdiq në 1944, kur u detyrua të linte atë dheun. Çfarë ndodhi në 1949 ishte vetëm ndalja e zemrës. Por shpirti i tij kishte vdekur 5 vjet më parë. Në vitin 2018, kur Edi Rama foli për Midhatin si një patriot që gaboi politikisht, ai po thoshte në fakt, ky njeri duhej të kishte zgjedhur anën tonë. Por çfarë do të thoshte kjo? A do të thoshte se Midhati duhej të kishte pranuar komunizmin? A do të thoshte se ai duhej të kishte tradhtuar vlerat e tij, besimet e tij, shpresat e tij për një Shqipëri të lirë dhe demokratike? A do të thoshte se ai duhej të kishte heshtur kur pas se komunistët po vranin kundërshtarët e tyre, po dëbonin intelektualët, po djegin librat? Nëse kjo është ajo që Rama donte të thoshte, atëherë ai nuk po nderonte Midhatin. Ai po e poshtëronte atë. Ai po thoshte se jeta e Midhatit kishte qenë një gabim, se zgjedhjet e tij kishin qenë të gabuara, se vuajtjet e tij kishin qenë të panevojshme. Por a ishte kjo e vërtetë? A ishte Midhati ai që gaboi? Apo ishin ata që e persekutuan, që e dëbuan, që e vran, që e harruan? Në muajt pas ceremonisë së varrimit, disa historianë të pavarur filluan të studiojnë dosjet e deklasifikuara të sigurimit të shtetit. Ata gjetën diçka të habitshme. Në vitet 1945 deri në 1949, sigurimi i shtetit kishte një operacion të koduar me emrin Operacioni Biblioteka. Qëllimi i tij, të gjente dhe të eliminonte të gjithë liderët e ballit kombëtar që kishin ikur në mërgim. Lista përfshinte 23 emra. Midhat Frashëri ishte numri 1. Për çdo emër kishte një dosje të detajuar, ku jetonte, me këta kohë, çfarë bënte, si mund të arrijej.
Për Midhatin, dosja ishte më e trasha, 163 faqe. Ajo përfshinte raporte nga agent të infiltruar në komunitetin shqiptaro-amerikan, fotografi të shtëpisë së tij, kopje të letrave të tij, madje edhe një plan të detajuar për eliminimin e tij. Plani ishte i thjeshtë, helmim i ngadalt, që të dukej si vdekje natyrore. Kush e miratoi atë plan? Kush e ekzekutoi? Emrat ishin të fshirë nga dosja. Por një gjë ishte e qartë, Midhat Frashëri nuk vdiq nga fati. Ai u vra. Dhe vrasësit e tij kur nuk u ndëshkuan. Kur këto zbulime u bën publike në vitin 2020, qeveria Rama përsëri nuk komentoi. Asnjë ministër nuk doli për të kërkuar falje. Asnjë zyrtar nuk tha, ne duhet të hapim një hetim. Në vend të kësaj, Ministria e Brendshme lëshoi një deklaratë të shkurtër. Dosjet e sigurimit të shtetit janë dokumente historike që duhen studiuar nga historianët, jo politizuar nga politikanët. Por çfarë do të thoshte kjo? A do të thoshte se vrasja e Midhat Frashërit ishte thjesht një dokument historik? A do të thoshte se askush nuk mbante përgjegjësi? A do të thoshte se e kaluara mund të studiojë, por jo të ndreqej? Nëse kjo është ajo që shteti shqiptar mendon, atëherë ceremonia e vitit 2018 nuk ishte një nderim. Ajo ishte një tallje. Një tallje me kujtimin e Midhatit. Një tallje me vuajtjet e tij. Një tallje me të gjithë ata që ende besojnë se drejtësia është e mundur. Në mbrëmjen e 14 nëntorit 2018, pas ceremonisë së varrimit, një burr i vjetër në të 80-tat e tij qëndroi para varrit të Midhat Frashërit në parkun e liçenit artificial. Ai ishte vetëm. Të gjithë të tjerët kishin shkuar. Ceremonia kishte përfunduar. Gazetarët kishin larguar kamerat. Zyrtarët kishin hipur në makinat e tyre dhe kishin ikur. Por ai kishte mbetur. Ai qëndroi atje për një orë të tërë, duke shikuar pllakën e re të gurit, duke lexuar emrin e Midhatit, duke kujtuar. Emri i tij ishte Petrit dhe ai kishte qenë një nga anëtarët e fundit të ballit kombëtar. Ai kishte luftuar bashkë me Midhatin në vitet e 40. Ai kishte qenë atje kur Midhati mori vendimin të largohej. Ai kishte qenë atje kur Midhati tha lam të mirë. Dhe tani, 74 vjet më vonë, ai ishte atje përsëri, për t'i thënë lam të mirë për herë të fundit. A e di ti, Midhat, tha ai me zë të ulët, duke folur me varrin sikur Midhati të ishte ende gjallë, se çfarë bën ata me ty? A e di ti se si të përdoren? Ata të sollën këtu, në këtë vend, dhe të veshën me flamurin kombëtar dhe të quajtën hero. Por ata nuk të respektojnë. Ata nuk të kuptojnë. Ata vetëm të përdoren, ashtu si përdorin çdo gjë tjetër, për të fituar vota, për të fituar pushtet, për të fituar lavdi. Dhe ne që të njohëm, ne që luftuam me ty, ne që besuam në ty, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ne jemi shumë të vjetër, shumë të lodhur, shumë të harruar. Por unë dua që ti të dish, ne nuk të harruam. Ne nuk të tradhtojmë. Ne ende besojmë në atë që ti besoje, në një Shqipëri të lirë, të drejtë, të ndershme. Edhe nëse ajo Shqipëri nuk erdhi kurrë. Edhe nëse ajo Shqipëri ndoshta nuk do të vijë kurrë. Ai qëndroi atje edhe për disa minuta, pastaj u kthye dhe filloi të largohej. Por para se të dilte nga parku, ai u ndal dhe u kthye përsëri. Ai shikoi varrin për herë të fundit dhe tha, faleminderit, Midhat. Faleminderit që nuk u dorëzove. Faleminderit që nuk tradhtove. Faleminderit që mbete besnik deri në fund. Edhe nëse bota të harroj, edhe nëse historia të shtrembëroj, edhe nëse shteti të përdori, ti mbete ai që ishe, një njeri i ndershëm, një patriot i vërtet, një hero i harruar. Pastaj ai u largua, duke ecur ngadalë, me shpinë të përkulur, me hapa të rëndë. Ai vdiq 3 muaj më vonë, në shkurt të vitit 2019, pa e parë kur drejtësinë që kishte pritur gjithë jetën. Por historia e Midhat Frashërit nuk përfundon me vdekjen e Petritit. Ajo vazhdon. Sepse çdo herë që një shqiptar viziton varrin e tij, çdo herë që dikush lexon për jetën e tij, çdo herë që dikush bën pyetje për të vërtetën, historia e tij ringjallet. Dhe me të ringjallet edhe pyetja që të gjithë duhet ta bëjmë: kush fitoi vërtet nga kthimi i eshtrave të Midhatit? A fitoi Midhati, që tani pushon në tokën e atëdhëut të tij? A fitoi Kombi, që tani ka një hero më shumë për t'u mburur? Apo fitoi Edi Rama, që arriti të tregonte se ai është kryeministri i të gjithë shqiptarëve, edhe i atyre që e urrejnë?
Përgjigja është e thjeshtë, por e dhimbshme. Fitoi vetëm ai që e përdori Midhatin si vegël. Fitoi vetëm ai që e ktheu një tragjedi kombëtare në një shfaqje politike. Fitoi vetëm ai që mori lavdin, por nuk mori përgjegjësinë. Në vitin 2024, 6 vjet pas ceremonisë së varrimit, biblioteka e Midhat Frashërit ende mbahet e sekuestruar. Dosjet e sigurimit të shtetit për operacionin biblioteka ende janë të klasifikuara. Asnjë hetim nuk është hapur për vdekjen e tij. Asnjë falje nuk është kërkuar nga shteti. Dhe Edi Rama, që organizoi atë ceremoni madhështore, që mbajti atë fjalim të gjatë, që premtoi pajtim kombëtar, tani nuk flet më për Midhatin. Ai ka kaluar në çështje të tjera, në projekte të tjera, në zgjedhje të tjera. Sepse për të, Midhati ishte vetëm një mjet. Një mjet që u përdor dhe u hodh. Ashtu si janë përdorur dhe janë hedhur aq shumë njerëz të tjerë në historinë e këtij kombi. Por pyetja mbetet, deri kur do të vazhdojmë të lejojmë që e kaluara jon të manipulohet? Deri kur do të vazhdojmë të lejojmë që heronjtë tanë të përdoren si vegla propagande? Deri kur do të vazhdojmë të heshtim, kur duhet të flasim? Kur do të kërkojmë të vërtetën? Kur do të kërkojmë drejtësinë? Kur do të themi, mjaft? Në arkivat e Departamentit Amerikan të Shtetit ekziston një raport i shkruar nga një agent i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane. Ai ishte i fshehur në një dosje me kodin Albania Exile 1949. Raporti mbante datën 29 shtator 1949, vetëm 4 ditë para vdekjes së Midhat Frashërit. Raporti thot, burimi ynë në komunitetin shqiptar raporton se Frashëri ka marrë kërcënime të reja. Ai beson se është ndjekur nga agent të panjohur. Ai ka kërkuar mbrojtje, por ne nuk mund t'ia ofrojmë pa aprovim nga nivelet më të larta. Situata është delikate. Frashëri po përpiqet të krijojë një qeveri në mërgim që do të sfidonte regjimin e Hoxhës, por kjo mund të komplikojë marrëdhëniet tona me Moskën në këtë fazë të luftës së ftohtë. Rekomandoj vëzhgim, por jo ndërhyrje aktive. 4 ditë më vonë, Midhat Frashëri ishte i vdekur. Raporti nuk u deklasifikua deri në vitin 2015, 66 vjet pas ngjarjes. Kur ai u bë publik, askush në Shqipëri nuk e komentoi. Askush nuk pyeti, pse Amerika e la Midhatin të vdiste? Pse ata nuk e mbrojtën, kur e dinin se jeta e tij ishte në rrezik? Dhe më e rëndësishmja, çfarë do të kishte ndodhur nëse ai do të kishte jetuar? Çfarë do të kishte ndodhur nëse qeveria e tij në mërgim do të ishte krijuar? A do të kishte ndryshuar historia e Shqipërisë? Apo Midhati ishte thjesht një pion në një lojë më të madhe, një lojë ku jetët e njerëzve nuk kishin vlerë? Në dhomën e vogël të hotelit Lexington, në orët e fundit të jetës së tij, Midhati e dinte se ishte vetëm. Ai e dinte se Amerika nuk do ta shpëtonte. Ai e dinte se bashkëpunëtorët e tij në mërgim ishin shumë të dobët, shumë të ndarë, shumë të friksuar për të vepruar. Ai e dinte se regjimi i Enver Hoxhës kishte fituar, se Shqipëria ishte humbur, se ëndra e tij për një atë dhe të lirë kishte vdekur. Por edhe në atë moment, edhe kur trupi i tij po i jepte lamtumirën jetës, ai nuk u pendua. Ai nuk tha, unë gabova kur krijova ballin kombëtar. Ai nuk tha, unë duhej të kisha pranuar komunizmin. Ai vetëm shkroi atë letër të fundit, atë testament që do të mbetej i fshehur për 69 vjet, dhe tha, unë bëra atë që besoja se ishte e drejtë. Edhe nëse bota më dënoi për këtë, edhe nëse historia më harroi, unë nuk u pendova. Kjo ishte trashëgimia e vërtet e Midhat Frashërit. Jo eshtrat që u kthyen në Tiranë. Jo ceremonia që organizoi Edi Rama. Por ajo besnikëri ndaj vlerave të tij, ajo refuzim për t'u dorëzuar, ajo dinjitet që e mbajti deri në frymën e fundit. Por sa prej nesh, sot, në vitin 2024, mund të themi të njëjtën gjë? Sa prej nesh mund të themi se nuk u dorëzuam, se nuk tradhtojmë, se nuk u shetuam? Në vitin 2018, kur Edi Rama vendosi të sillte eshtrat e Midhatit, ai nuk e bëri këtë sepse respektonte atë besnikëri. Ai e bëri sepse donte të tregonte se edhe një socialist mund të nderojë një antikomunist, edhe një pasardhës i persekutorëve mund të korrigjojë gabimet e të parëve. Por a ishte kjo e vërtetë? A mund të korrigjohet një gabim pa u njohur? A mund të nderohet një njeri pa u respektuar zgjedhjet e tij? Rama tha se Midhati gaboi politikisht. Por kush vendosi se ai gaboi?
Kush ka të drejtën të gjykojë zgjedhjet e një njeriu që jetoi në një kohë kaq të vështirë, që përballoi dilema kaq të rënda, që pagoi me jetën e tij për atë që besonte? Nëse ne lejojmë që politikanët e sotëm të rishkruajnë historinë dhe të ndajnë heronjtë tanë në pjesë të mira e të këqija, atëherë çfarë do të mbetet nga e vërteta? Çfarë do të mbetet nëse ata marrin atë që u shërben dhe hedhin atë që nuk u shërben? Çfarë do të mbetet nga kujtesa? Çfarë do të mbetet nga dinjiteti ynë si kombë? Në muajt pas ceremonisë së varrimit, një grup gazetarësh investigativ filloi të ndiqte gjurmët e parave. Ata zbuluan se nga 3.239.400 lekët që qeveria kishte akorduar për operacionin, vetëm 1.600.000 lekë ishin shpenzuar për zhvarrimin dhe transportin. Pjesa tjetër, 1.639.400 lekë, ishte shpenzuar për shërbime të tjera. Këtu përfshiheshin organizimi i ceremonisë, qiraja e sallës së Akademisë së Shkencave, pagesa për orkestrat ushtarake, shtypi i fletëpalosjeve, transporti i zyrtarëve dhe një darkë zyrtare. Me fjalë të tjera, më shumë se gjysma e buxhetit ishte shpenzuar jo për Midhatin, por për shfaqjen rreth tij. Kjo ishte thelbi i gjithë operacionit, jo të nderoje Midhatin, por të krijoje një spektakël që do ta bënte Edi Ramën të dukej si një lider vizionar, si një njeri që të i kalon ndarjet, si një shtet që respekton historinë. Por nëse shikoni më thellë, nëse shikoni përtej retorikës dhe përtej teatrit, çfarë shihni? Një njeri që përdori eshtrat e një të vdekuri për të fituar pikë politike. Një njeri që foli për pajtim, por nuk kërkoi falje. Një njeri që premtoi drejtësi, por nuk hapi asnjë dosje. Një njeri që organizoi një ceremoni madhështore, por nuk ktheu asnjë libër nga biblioteka e vjedhur. Në vitin 2019, një vit pas ceremonisë, një gazetar pyeti Edi Ramën në një konferencë për shtyp: "Zoti kryeministër, kur do të kthehet biblioteka e Midhat Frashërit?" Rama buzëqeshi, ajo buzëqeshje e tij e njohur, e ftohtë, e llogaritur, dhe tha: "Kjo është një çështje komplekse që kërkon kohë. Ne po punojmë me ekspert për të identifikuar librat, për të verifikuar pronësinë, për të gjetur zgjidhjen më të mirë. Por ju siguroj se ne jemi të angazhuar për ta zgjidhur këtë çështje." 5 vjet më vonë, në vitin 2024, asgjë nuk është bërë. Asnjë libër nuk është identifikuar. Asnjë ekspert nuk është emëruar. Asnjë zgjidhje nuk është gjetur. Biblioteka e Midhat Frashërit ende mbahet e sekuestruar, e shpërndar, e humbur në labirintet e institucioneve shtetërore. Dhe Edi Rama, kur pyetet përsëri, tani thot: "Kjo është një çështje e së kaluarës. Ne duhet të shikojmë përpara, jo prapa." Por si mund të shikosh përpara, kur e kaluara ende të ndjek? Si mund të ndërtosh një të ardhme, kur themelet janë të ndërtuara mbi gënjeshtra? Si mund të flasësh për drejtësi, kur vazhdon të mbash të vjedhur atë që nuk të përket? Në arkivat e Partisë Socialiste, në një dosje të brendshme që nuk është bërë kurrë publike, ekziston një analizë elektorale e vitit 2018, e shkruar nga një konsulent politik i huaj. Analiza thot: operacioni Frashëri ishte një sukses i plodh. Ai arriti 3 qëllime strategjike. 1. Ai neutralizoi kritikën nga e djathta duke treguar se qeveria socialiste respekton edhe figurat antikomuniste. 2. Ai krijoi përçarje brenda elektoratit të djathtë, duke i bërë ata të pyesin pse udhëheqësit e tyre nuk e bën këtë më parë. 3. Ai forcoi imazhin e kryeministrit Rama si një lider që të i kalon ndarjet ideologjike. Rekomandoi që kjo strategji të përsëritet me figura të tjera historike kontroverse. Kjo ishte e vërteta e ftohtë, e llogaritur, cinikja. Midhat Frashëri nuk ishte kthyer në atë sepse meritonte. Ai ishte kthyer sepse ishte i dobishëm. Ai ishte kthyer sepse eshtrat e tij mund të përdoreshin për të fituar vota, për të fituar pushtet, për të fituar lavdi. Dhe kur ai nuk do të ishte më i dobishëm, ai do të harrohej përsëri, ashtu si ishte harruar për 69 vjet. Por kishte diçka që konsulenti politik nuk e kishte parashikuar. Kishte diçka që Edi Rama nuk e kishte llogaritur. Kishte diçka që asnjë strategji politike nuk mund ta kontrollonte: kujtesën e njerëzve. Sepse edhe pse media e harroi Midhatin, edhe pse qeveria nuk foli më për të, edhe pse ceremonia u bë një kujtim i largët, njerëzit nuk e harruan. Të moshuarit, ata që kishin jetuar nën komunizëm, ata që kishin humbur familjar në kampe pune, ata që kishin vuajtur për besimet e tyre, ata nuk e harruan. Të rinjt, ata që filluan të bënin pyetje, ata që filluan të lexonin, ata që filluan të kërkojnë të vërtetën, ata nuk e harruan.
Dhe ngadalë, shumë ngadalë, një ndërgjegje e re filloi të formohej. E kaluara nuk mund të manipulohet përgjithmonë. E vërteta nuk mund të varroset përgjithmonë. Dhe drejtësia, edhe nëse vjen vonë, edhe nëse vjen e paplot, edhe nëse vjen vetëm si një pyetje e pambyllur, një ditë do të vijë. Në dimrin e vitit 2023, 5 vjet pas ceremonisë së varrimit, një grua e re, në të 30-tat e saj, shkoi të vizitoi varrin e Midhat Frasherit në parkun e liçenit artificial. Ajo nuk e kishte njohur Midhatin. Ajo nuk kishte jetuar nën komunizëm. Ajo ishte lindur në vitin 1992, në një Shqipëri që sapo kishte dalë nga diktatura. Por ajo kishte lexuar për të. Ajo kishte lexuar letrat e tij, raportet mjekësore, dosjet e sigurimit të shtetit, artikujt e gazetarëve investigativ. Dhe ajo kishte vendosur të bënte diçka që askush nuk kishte bërë më parë, të shkruante një libër që do të tregonte të vërtetën e plot, pa censur, pa manipulim, pa frikë. Ajo qëndroi para varrit për një kohë të gjatë, duke lexuar emrin e Midhatit, duke menduar për jetën e tij, për vuajtjet e tij, për vdekjen e tij. Pastaj ajo nxori një fletore dhe filloi të shkruante. I nderuar Midhat, shkroi ajo, unë nuk të njoh, por ndihem sikur të njoh. Sepse historia jote është historia e këtij kombi. Historia e atyre që zgjodhen të qëndrojnë në këmbë, edhe kur bota u tha të gjunjëzoheshin. Historia e atyre që paguan me jetën e tyre për atë që besonin. Historia e atyre që u harruan, por që nuk duhet të harrohen kurrë. Unë po shkruaj këtë libër për ty. Jo për të bërë hero. Jo për të bërë shenjtor. Por për të treguar se çfarë ndodh kur një komb harron të vërtetën e tij. Për të treguar se çfarë ndodh kur politikanët përdorin të vdekurit për qëllimet e tyre. Për të treguar se çfarë ndodh kur ne heshtim, kur duhet të flasim. Ajo vazhdoi të shkruante për orë të tëra, duke mos e vënë re se dielli po perëndonte, se parku po zbrazej, se ajo ishte mbetur vetëm. Kur më në fund ngriti kokën, ishte errësuar plotësisht. Ajo e mbylli fletoren, u ngrit dhe filloi të largohej. Por para se të dilte nga parku, ajo u kthye përsëri dhe shikoi varrin për herë të fundit. Unë premtoj, tha ajo me zë të ulët, se do ta them të vërtetën. Edhe nëse kjo do të më kushtoj. Edhe nëse askush nuk do ta lexoj. Edhe nëse asgjë nuk do të ndryshoj. Sepse e vërteta ka vlerë në vetvete. Jo sepse ndryshon botën, por sepse na ndryshon ne. Pastaj ajo u largua, duke ecur me hapa të shpejt, me kokën lart, me një vendosmëri që nuk e kishte ndjerë kurrë më parë. Ajo nuk e dinte nëse libri i saj do të botohej. Ajo nuk e dinte nëse dikush do ta lexonte. Por ajo e dinte një gjë, se duke e shkruar atë, ajo po bënte atë që Midhati kishte kërkuar në letrën e tij të fundit. Ajo nuk po e harronte. Ajo po e mbante gjallë kujtesën e tij. Dhe kjo, në një botë ku kujtesa shpesh shitet për pushtet, ishte akti më revolucionar që ajo mund të bënte. Në vitin 2024, 6 vjet pas ceremonisë së varrimit, Shqipëria është një vend i ndryshuar, por edhe i njëjtë. Edi Rama është ende kryeministër, duke qeverisur për mandatin e tij të 4. Partia Demokratike është ende në opozitë, duke u përpjekur të gjejë identitetin e saj. Veteranët e luftës antifashiste nacional çlirimtare janë pothuajse të gjithë të vdekur, duke marrë me vete kujtimet e tyre. Fëmijët e të përndjekurve politik janë të moshuar, duke pritur një drejtësi që nuk vjen kurrë. Dhe Midhat Frashëri pushon në varrin e tij në parkun e liçenit artificial, i rrethuar nga vëllezërit e tij, por i larguar nga e vërteta e tij. Biblioteka e tij ende mbahet e sekuestruar. Dosjet për vdekjen e tij ende janë të klasifikuara. Asnjë hetim nuk është hapur. Asnjë falje nuk është kërkuar. Dhe pyetja që ai la në letrën e tij të fundit ende mbetet pa përgjigje, a do të na kujtojnë brezat e ardhshëm si njerëz që kërkuan të vërtetën, apo si njerëz që zgjodhen heshtjen? 5 vjet pas asaj dite të nëntorit 2018, kur eshtrat e Midhat Frashërit u ulën në tokën e Tiranës, familja e tij ende jeton në mërgim. Nipërit e tij, fëmijët e fëmijëve të tij, nuk kanë ardhur kurrë në Shqipëri për të vizituar varrin. Kur një gazetar i pyeti pse, njëri prej tyre tha, sepse ne nuk mund të falim atë që nuk është kërkuar. Sepse ne nuk mund të harrojmë atë që nuk është njohur. Gjyshi ynë u vra nga një regjim. Eshtrat e tij u kthyen nga pasardhësit e atij regjimi. Por asnjëherë, ata nuk thanë, na vjen keq. Ne gabuam. Ai nuk ishte kriminal.
Ai ishte patriot. Derisa ata ta thonë këtë, derisa ata ta njohin këtë, ne nuk do të vim. Uran Butka, historiani që udhëhoqi operacionin e kthimit të eshtrave, tani jeton i tërhequr nga jeta publike. Ai nuk jep më intervista. Ai nuk shkon më në ceremoni zyrtare. Ata që e njohin thonë se ai pendohet thellësisht për atë që bëri, se ai e kupton tani se u përdor, se ai ishte vetëm një fasad për një operacion politik. Por ai nuk ka folur kur publikisht për këtë. Ndoshta sepse ka turp. Ndoshta sepse ka frikë. Ndoshta sepse e di se fjalët e tij nuk do të ndryshonin asgjë. Edi Rama, kur pyetet sot për Midhat Frashërin, thot, ne bëm atë që ishte e drejtë. Ne e kthyem atë në atë. Tani është koha të shikojmë përpara. Por çfarë do të thotë të shikosh përpara, kur e kaluara ende të ndjek? Çfarë do të thotë të flasësh për të ardhmen, kur e vërteta e së kaluarës ende fshihet? Biblioteka e Midhatit ende mbahet e sekuestruar. Dosjet për vdekjen e tij ende janë të mbyllura. Asnjë përgjegjësi nuk është marrë. Asnjë drejtësi nuk është dhënë. Dhe kjo heshtje, kjo indiferencë, kjo refuzim për të përballuar të vërtetën, është trashëgimia e vërtetë e operacionit Lumos Skëndo. Por historia nuk përfundon këtu. Sepse çdo ditë njerëz të rinj vizitojnë varrin e Midhatit. Çdo ditë dikush lexon për jetën e tij. Çdo ditë dikush bën pyetje. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, e vërteta po del në dritë. Jo nga qeveria. Jo nga institucionet. Por nga njerëzit e thjeshtë që refuzojnë të harrojnë, që refuzojnë të heshtin, që refuzojnë të pranojnë se e kaluara mund të manipulohet përgjithmonë. Midhat Frashëri vdiq i vetmuar, i varfër, i harruar. Por sot, 75 vjet pas vdekjes së tij, emri i tij po ringjallet. Jo si një hero i përsosur. Jo si një shenjtor. Por si një njeri që bëri zgjedhje të vështira në kohë të vështira, që pagoi me jetën e tij për atë që besonte dhe që refuzoi të dorëzohej deri në frymën e fundit. Kjo është trashëgimia e tij e vërtetë. Jo eshtrat që pushojnë në Tiranë, por shpirti që ende frymon në zemrat e atyre që besojnë se e vërteta ka rëndësi. Por pyetja më e madhe mbetet, kush fitoi vërtet nga kthimi i eshtrave të Midhatit? A ishte ky një akt drejtësie apo një akt manipulimi? A ishte kjo një nderim, apo një shfrytëzim? Dhe më e rëndësishmja, kur ne vdesim, si do të na kujtojnë? Si njerëz që kërkuan të vërtetën? Apo si njerëz që lejuan që të vdekurit tanë të përdoreshin si vegla për pushtet? Përgjigjja nuk gjendet në ceremoni madhështore, në fjalimet të gjata, në flamuj kombëtar. Përgjigjja gjendet në atë që ne bëjmë sot, nesër, çdo ditë, nëse kërkojmë të vërtetën, nëse kërkojmë drejtësinë, nëse refuzojmë të heshtim. Sepse vetëm kështu, vetëm duke mos harruar, vetëm duke mos u dorëzuar, ne mund t'i japim kuptim sakrificës së Midhat Frashërit. Vetëm kështu, ne mund të themi se ai nuk vdiq kot. Vetëm kështu, ne mund të themi se ne jemi të denjë për trashëgimin që ai la. Por a jemi ne? Kjo është pyetja që secili prej nesh duhet ta bëjë. Dhe përgjigjja, si gjithmonë, mbetet e hapur.